Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. O ti që nuk falesh, o ti që e lën namazin, mos prit me qenë i lumtur në jetën tënde. Nuk mundesh me pas lumturi nëse ti ke shkput lidhjen mes teje dhe atij që dhuron lumturin. Ai është Allahu subhanahu wa taala. Andaj nëse don lumturi, ik edhe shko te Allahu subhanahu wa taala. Aty do gjesh lumturin e dunjas edhe të ahiretit. E mënyra më e mirë me qenë afër Allahut dhul xhelal dhe me qenë para tij është me qenë i rregullt në 5 kohët e namazit gjatë ditës. Ashtu besimtari tregon devotshmërinë, nënshtrimin, përkushtimin dhe madhërimin ndaj Allahut subhanahu wa taala. E besimtari i cili i ka këto tipare, i ka këto aktivitete, sigurisht se ai njeri ka me qenë i lumtur edhe në dunja edhe në ahiret. Pa namaz nuk ka lumturi. Kush do qoftë ai njeri, le ta kupton këtë fakt dhe le të punon me të. Lumturia gjendet në namaz. Andaj fale namazin rregullisht dhe kërko prej Allahut mirat e dunjas e të ahiretit, do i gjesh me lejen dhe ndihmën e tij inshallah taala. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.